Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ardhe dhe mëshira Zotit që përmit gjithë të dashur, besimtarë dhe besimtarë. Qapja shenjtë ju përshëndesim me selam. I takojnë falënderimet vetëm Allahut Zotit Gjithësis i cili na mësoi. Dhe themo Zot, mësoja të gjithë atyre që akoma nuk kanë ardhur. Dhe inshallah duke bën jetën e mirë me ndihmën e Zotit do ta realizojmë inshallah. Jemi në katin e tretë sipër me terrasë që vetë ndryshe, sa po falem namazën e akşamit. E dini që namazet janë lidhja jonë më e mirë me Allahun xhallahu. Lidhja jonë shpirtërore dhe trupërore me Allahun xhallahu. Cili do që dëshiron të flasë me Zotin xhallahu, dhe të falë namaz. Cili e dëshiron e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, le të falë namaz. A namazën është qelësi i kësaj jete. Namazën është ai për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: faleni namazin, faleni namazin. Namazi është ai që ju ufton tek punët e mira dhe ju afshi punët e këqija. Namazi është ai që kurdo që të keni halle, të keni telashe, merr abdes edhe fal namaz. Çfarëdo lloj brenge, çfarëdo lloj problemi të kesh në jetën e kësaj bote, fal namaz. Se namazi do të ndriçojë zemrën, do të ndriçojë fytyrën, do të ndriçojë edhe trupin tonë. Allahu na ndriçon fytyrën për para mësoj. Allahu ju bekofti, Allahu ju mëshiroj, Allahu ju mëson që tini në çapën e shëndet. Amin.